Ministri Gjerman i Mbrojtjes Boris Pistorius prezantoi këtë të mërkur strategjinë e re ushtarake të Berlinit, duke rikonfirmuar objektivin për ta shndërruar Gjermaninë në forcën konvencionale më të fortë në Europë. Gjatë një konferencë për mediat, Pistorius sqaroi se plani synon një forcë totale prej 460.000 ushtarësh, shifër kjo që përfshin personelin aktiv dhe rezervistët, duke u realizuar në 3 faza deri në vitin 2029 për të garantuar qëndrueshmëri maksimale. Një kyçe e kësaj strategjie është integrimi i teknologjisë moderne, ku ministri vuri në dukje se automatizimi dhe inteligjenca artificiale do të kenë një ndikim të pashmangshëm në planifikimin e trupave në të ardhmen. Sipas tij, ambicia e Gjermanisë mbetet e qartë për të pasur ushtrinë më të fuqishme, ndërsa zhvillimi ushtarak do të shoqërohet me rritjen e komponentit civil në ato pika ku mbështeten drejt për drejt trupat operative. Mbrojtja ajrore mbetet prioriteti kryesor për vitet e ardhshme, duke përfshirë sistemin kundër dronëve, mbrojtjen ndaj raketave hipersonike dhe forcimin e kapaciteteve të NATO-s përmes sistemeve të avancuara si Iris-T dhe Arrow. Pistorius theksoi se këto investime janë jetike për sigurinë e vendit dhe të aleancës në tërësi. Lidhur me projektin e përbashkët franko-gjerman të avionit luftarak FCAS, ministri deklaroi se pret një vendim përfundimtar brenda kësaj jave nga kancelari gjerman Friedrich Merz dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Ky projekt i vlerësuar në rreth 100 miliard euro ka pasur vonesa për shkak të mosmarrveshjeve mes kompanive Dassault dhe Airbus, por pritet që liderët japin dritën jeshile për rrugën e mëtejshme. Ky njoftim vjen në një kohë kur presioni për rritjen e kapaciteteve mbrojtëse është shtuar ndjeshëm si reagim ndaj kërcënimeve gjeopolitike në rajon.